edhe veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ju sjellë përgëzimet e tyre nëpërmjet mesazheve që ata kanë shprehur. Ju besoj keni lexuar edhe vet, por duke qenë se jeni shumë i zënë këto kohë me aktivitetin, me protestën, por edhe me punët tuaja, me gjyqjet, seancat nga njëri qytet në tjetrin. Shumë e vërtetë është. Unë në radhë të parë ju kërkoj ndjes juve dhe shikuesve tuaj, sepse shpesh herë u bas durimin, ngrat zërin, bërtas, po ajo që ta dini ju, i nderuar gazetarë që u bëfshin 100 vjeç, dhe të gjithë dashamirësit tanë që na ndjekin nga ekrani juaj, është një revolte e brendshme, nuk është artificiale, nuk e komandoj dot veten. Dhe në këtë pikë ju kërkoj ndjes që të gjithë qytetarëve, se ndoshta i mërzit. Kjo është më natyrale, avokat, se sa tjetë e planifikuar me qetësi, me lapse me letër, se kjo është më natyrale. Që dot me lapse me letër, unë prandaj nuk shkruaj, po flas. I nderuar gazetar, unë personalisht jam i piketuar dhe i stigmatizuar nga ambasada e Çifutistanit në Shqipëri. Ambasadorja Çifute gënjeu, do ta filloj nga kjo, sepse këtu buron i gjithë të merri që po heq sot populli shqiptar dhe kombë shqiptar. Shkaktar është shteti izraelit. Avokat, po ai është zbehur si pis shumë nga fillimi, tani po merren me Ramën, duan tik ai, e kanë harruar fare këtë edhe Zvernecin, edhe plazhin, domethënë Pikërisht ai ishte objektivi i kësaj proteste, që të mos flitet për Izraelin, dhe unë do të argumentoj këtë, të mos flitet për Çifutistanin. Zotëri, unë djem pas dite isha ulur të ka i rrethi që kanë ata, aty kur ide ky kolegu juaj i VIP magazin, në më djathtas, aty isha ulur në karike bashkë me një mikun tim. Vjen një, si që mësova emrin më mbrapa, një bandit, super bandit, agenti shumë fytyrave edhe spionazheve, shërbimeve sekrete, edhe më thot, ti thot greu nuk do të rish këtu. Isha do të rish kusheti. Pra, avokat, ju pas keni qenë ai që u lakuan media që pati një incident për shkak të karrikës, ishte ulur një person dhe nuk ngrihej? Po, unë. Po që ullët me qëllim, ishte lirë, pa qëllim të keq? Atë janë ullur, janë bën ato karrike dhe rrinë, kush ka kef të rri, kush ka mundësi të rri, kush gjenë vend të lirë. E para, e dyta, të vinë të ky zotëria, që si zotëri që është një lumi, dhe them, ku që ti më zotëri, qarë pun ke me mua ti? Greu, do ti nuk duhet të jesh këtu. Unë nuk duhet të jem këtu, pse qarketit me mua i thash. Tha, po të them greu, tha dhe më së zgjatme dhe u vërthuj që të më rëmbente telefoni nga duasht. Ndërko, erdhen, rëmbërrethuan ata një 18 veta që i kishte me veten ata me bluzat dhe zatë, të cilë ti kemi filmuar, i kemi identifikuar, i dim se cilët janë, mirë po ata janë të mbrojtur nga shteti Çifutistanit dhe nga ky spiuni Çifutistanit, Çifuti shqiptar Edi Rama. Tani aty dolëm tek fakti që pastaj Rama ka protestën, avokat. Po pse sot e keni marrë vesh që atje komandoj njerëzit e Edi Ramës? Ai duket sikur se kanë kontroll protestën apo? 100% në kontroll, zotëri. E dikur nuk do ta kishin kontroll? Jo, unë jam në një moshë që jam në gjendje të vlerësoj gjërat dhe aq më tepër që kam dhe formimin e duhur. Aty, zotëri, janë rreth 80 deri në 100 vet agent, spion, nga këta që janë të palestruar në mënyrë perfekte, djem të fuqishëm, që nuk u bën dot ball, jo një mosha ime, por nuk u bën dot ball edhe një djalë i ri i cili sado i fuqishëm që të jetë. Po çfarë që do të arri Rama me këtë atëherë, avokat? Nëse e ka të kontrolluar, atëherë pse po i rrin poshtë aty, duke u kthyer në lajm botror?
se njerëzit që kanë marrë vesh që me këtë mënyrë që po protestojnë dhe me këtë protest pa kokë, pa bisht, nuk kanë për të arritur asgjë. Deri tani është një protest që për të thënë botës që janë neve protestojnë dhe ai u thot botës me këtë rast i lë atje, të rinë atje, dhe thot ja shikon, unë si pengoj, duan protestojnë dhe protestojnë. Pra bjeni një matarasu, thot njerëzve atje ai. Zotëri, ai nuk ikën në këtë mënyrë që doan këta ta heqin. Ai ikën me mënyrën që ka thënë Gramosoluçi i lidhur me marrjen dhe dorëzimin me mbrojtjen e pushtetit. Gramosoluçi ka deklaruar, e keni në media, po deshe t'ua dërgoj, thot kështu, pushteti buron nga gryka e pushkës dhe mbrohet me grykën e pushkës. Pra, detyrimisht dhe direkt, drejt për së drejti, na thonë që ne pushtetin nuk e dorëzojmë, do ta mbrojmë me luftë. Pra, objektivi ishte që ky të asaroj sa më shumë popullin, sa më shumë njerëzit, me qëllim që të kalojmë në një luftë civile si ajo vitit 1997. Dhe kjo me frymëzimi dhe nxitjen direkte të Çifutistanit. Po çfarë do fitonte Rama me këtë luftë? Rama me këtë luftë do fitoj pozicion, domethënë qendrim të përjetshëm në atë karrike ku është dhe shitjet gjysmës së trojëve të Shqipërisë. Këtë do fitoj Rama. Qa do fitojnë shqiptarët? Shqiptarët fitojnë të zezën e madhe që i ka zënë që nuk po unifikohen dhe nuk po ngrihen që ta mbytin qoftë edhe me pështymë. Atë fytyrë të poshtër. Por nuk është vetëm data 4 tani. Në datë 4 korrik vjen diaspora. Besoj e dëgjuar. Prap do bëhet një vrim në ujë. Jemi këtu, mbaj videon, do ta transmetosh prap në datën 4 korrik. Asnjë gjë nuk do bëhet. Po pse i kanë marrë pesimist, sepse tek protesta e parë e diasporës të shtunën, duket sikur dhe qeveria, kryeministri nuk është e anashkaloje, i dha çik rëndësisë, jo futi Albin Kurti, pastaj Kosova, Tetova, skenaret. Ai atë punë bën gjithë jetën, ai deri tani ka deklaruar për 100 armiqe, 100 spionazhe, por nuk ka denoncuar asnjërin. Pra, ai bën propagandë të pështirë për të qenë